ekziston një konspiracion ose le të themi një teori, sepse Shane Dawson e ka bërë proof që është teori. Nëse ti i nxjerr kamerën e celularit në Chipotle, ndërkohë që ato përgatisin ushqimin tënd dhe i bën video, ato i hedhin më shumë ushqim bollit ose burritos. Po do të mendoj që është e vërtet sepse pulën hodhen më shumë se çetin normalisht, domethënë i hodhi 2 scoops. O, me vërtet? Pse normalisht sa hedh? Vetëm një. Me vërtet? Po, që shumë pak. Nëse kjo është një burrito, Kjo ishte $13. Po gjoja kjo është kualitet më i mirë, se ato ta mbushin aty para syve, e ndrojnë shumë shpesh ushqimin, është e freskët. edhe ishte shumë busy dhe në çdo Chipotle që kam qenë fakt ka qenë gjithmonë busy. Unë s'kam ngrënë kur burrito. Kur shkoj në Chipotle marr vetëm bowls, so this is my first time trying a burrito. Tani unë jam fan shumë e madhe orizit dhe më duket shumë e çuditshme që po haj oriz brenda një wrapi. Po është burrito. E di, po like burrito isn't my thing. Po është e shishme, nuk mund të them që është e keqe. Do i jepja një 5 nga 10. 5 nga 10? S'më bën përshtypje, m'pëlqen, është thjesht okay. Nëse në tërësi për çmimin edhe për kualitetin e ushqimit, unë jap një 7 nga 10. Vetëm se s'mpëlqen burrito. Bollit normalisht jap një 8 nga 10. Bolli është e mirë, dhe mua më pëlqen bolli. Ushqimi i radhës.